Lere Mehmetaj, mirë mrama. Mirë mrama. Qa ki kundër Faton Pecit? Qa ki personale kundër Faton Pecit? Jo, përveç që personalisht ai po e kesh përdor detyrën zyrtare, asnjë gjë, edhe sa herë kam diskutuar për të rreth ti, ka pas të bëj veç me punën, sikur edhe ky rasti i fundit. Asnjëherë. Ky rasti i fundit. Ndryshe prej ti, ndryshe prej. Lere Mehmetaj, çka rasti i fundit? Okej, shkurt me ta tregu, se po kam dëshirë masnena edhe me ju kundërpërgjigj në plot shpifit që i ka bo, e udhës kështjen që ai me pasjen prezent. Kështu. Po, edhe me diskutu. Regjia, më lejoni me sqaru që sonte e kemi ftu qoftë ministrin, qoftë zyrtar të Ministrisë Bujqësisë me që në studio përballë Lere Mehmetajt për me spjegu apo me kundër argumentu në ato që i thot Lere Mehmetaj. Ata na kanë kthy do përgjigjen në pyetjet që i kena pas na, po çka e qysh tek në fund të emisionit, në pjesës të parë, në pjesën e dytë i kena analistat, e në pjesën e tretë të ndërruar shikues të televizionit duke gjinim, i kemi do përgjigje e disa audio përgjime që nuk do dëshiroj kur një të dëgjoj nga një shqiptar. Fatkeqësi e madhe. Lere Mehmetaj, çka puna? Po, atëherë, mirë që e sharove, unë jam gjithmonë gati me diskutu edhe me debatu për arsyeën e thjeshtë, që unë thjesht po prezantoj fakte, sikur e herën e fundit. Tash kemi të bëjmë me një kontratë, e cila me gjithë parametrat përveç që është jo ligjore është edhe kriminale, ka të bëjë me funksionalizimin e një fabrike për përpunimin e nënprodukteve shtazore, e financuar nga Bashkimi Evropian, shuma rreth 10 milion euro. Faton Peci e ka nënshkruar këtë kontratë me një kompani pothuajse fiktive, e regjistruar me 5 ditë pasi që ka dalë shpallja, pa bazë ligjore. A është kompani, është konsorcium? Është kompani edhe do ta sqaroj pse është kompani. Në rast se është konsorcium, ka gjos, mirë. Në rast se është konsorcium, konsorciumet kanë të drejtë më regjistru dhe më vonë, apo? E para punës nuk është konsorcium, e dyta, konsorciumet bëhen kur ka punë kryerje. Shka ka ushtru një rrugë, bëhet konsorcium. Po konsorcium në prodhimin e produkteve dhe funksionalizim fabrikës nuk mundet me pas për arsye se ti s'mundesh me abartë përvojën e punëtorëve diku, punëtorëve tjetër, po gjithsesi, edhe kur duhet me qenë konsorcium, tash e kemi bazën ligjore dhe tregoj ç'është duhet me u bë ajo punë, që në këtë rast nuk është bë. Përveç se e ka jep me 40.000 metra katror, një fabrikë që ka kushtu 10 milion euro, me 2.500 euro në mujt. Ajo punë objekti krym, Lere, po? Po, objekti krym. Do të thonë, 2.500 euro... 2.500 euro me marë në mujt ministria, ose shteti. Sa metra katror? 40.000 metra katror është hapësira. 40.000 metra katror? është hapësira e tokës. Pastaj është fabrika, është pajiset me nga fabrikës, edhe është kamion, cisterna, gazi, generator, vlerë totale 10 milion euro investim. E ka jep një kompani e thash e regjistru me 5 ditë masi që ka dalë thirrja, për ma tepër, ilegalisht prap, edhe do të sharojmë, subvencionim për të njëjtën kompani në vetë 3.2 milion euro për 20 vite 64 milion euro subvencion. Subvencion? Një kompani që ja merë visht 30.000 euro në mujtë. Jo, 2.500 euro në mujtë, Në 30.000 euro në vetë e 2.500 euro në mujtë. Po, veç që ka, se 2.500 euro në mujtë, tha. 2.500 euro në mujtë, ja merë si qëra, 30.000 euro në veti bjen kja, kurse ja jep mrena vitit subvencione. E ki e parasysh, subvencionet janë veç faza fillestare e përfitimit, se ajo është kompani private cila ka me shqit në produkte. Ja jep 3.2 milion në vit. 3.2 milion? Në vit, herë 20 vjet, 64 milion. Tash e të shojmë edhe bazën aty se e kom dëgju të thonë ka e nxerë këtë shifër, në fakt që ditëresht, shifra gjindët thirje. Në thirje? Në thirje gjindët shifra, kështu që unë po të falenderoj ty. Jo, se po e dëgjë që të falenderem që përbën gjithku. Hapsiren e ke, asni media në Kosovë nuk e hesh zërin për balë, pa regullësive, për balë, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Unë mendoj. Unë se kam atë përvoj, po me ty e kam qëtë përvoj që me e hapsira dhe mësia. A, dhe pëse kime pas krejt jetën qëtë përvoj në një institucion ku dëshë punoj une? Pse? Jo mbrojtë si fjallës lirë, edhe mbrojtë si të vërtetës të nëtojmë, me qenë pavarësisht që ndonjëherë mundet me na ikë ndonjëherë ndonjë gjë e vogël,
po të mëdhajet s'na ikin. Ajo është normal. Le të shkojmë me videon e parë, edhe mas nena e dekonstruktojmë pak. Regjia. Ta do thot, është konsorciumi. Do thot, kjo rreth ARBK-s dhe pretendimeve, do thot, ko marrë pjesën informacioneve shtesë, krejt jenë pa vërtet ato aludimet. E njëjta është procesi i konsorciumit, i konsultova dhe ekspert. Edhe atëherë theshin ka themelu, do thot, biznes, e ka ditja ka mundsu ministre dhe fitore Pacolli. Biznesi 5 ditë ma vonë nuk duhesh me qenë Einstein, ajo shihet në ARBK. Po, e vërtet do është aja? Po, të. Do thot, edhe që ky biznesi konsorciumi, e ka gjetë një partner lokal. Do thot, që ajo është konsorcium, ato ishin 4 nënshkrime. 5 ditë ma vonë. Po, okej, kontestohen, nuk e di këtë bazën ligjore të asaj sa, do thot, a ka apo nuk ka. Apo kupton, është konsorcium, po thot. Okej, në rregull. Pra, ministri o të thonë që nuk ka të bëj me kompani, ka të bëj me konsorcium lirim. Okej, a bëm vish pak, se skandaloze ke fjalia fundit, nuk e di tha bazën ligjore, e dëgjut vetë. Kjo në vetë përbën skandal, mirë po në regull. A mund është t'lutë me shku me dokumente që i kom dërgu, se në fillim të fjalis ta kom pa në ARBK, absolut tha nuk është të vërtet. Edhe njëherë, thirrja për të nder ka dalë me 18/9/2024. Regjia, a mundet një kamerë me arë që tu ma afer me në ndjek, se e kena ma të rëndësishme që të numrat e detajet e vogla, se sa t'lutëm. 18/9/2024. Kurse? Veç pak, pra, 18/9/2024, që i vjen 18 shtator 2024. Thirrja për kush po fiton tender, si me thonë. Kurse biznesi që ka fitu LIPKS dhe IT SHPK, sepse kontrata është nënshkruar me këtë SHPK dhe jo me një konsorcium, është e themeluar shoqëri me përgjegjësi të kufizuara. Është e themeluar me 23/9/2024. 5 ditë masi që ka dalë thirrja. Pra, në vend se kompania me qenë funksionale del thirrja aplikon, këtu formohet kompania ose themelohet kompania pasi që del thirrja, edhe Sheko Ermal të tregova çfarë hapësire dhe çfarë fabrike me 5 punëtorë është regjistruar. 23/9/2024. Personi autorizuar, ka drejton Islami. E kam provu. Jo, drejton Islami është adresa. Numri telefonit është aty, e ka provu, po më duke debat plusi, po s'ka pranu me fol. Naser Maloku është përfaqësuesi. Naser Maloku? Po. Qa ka thonë Naser Maloku, Regjia? S'mund dhe me fol, po më duke, ta diçka qështu se pyta. Jam jashtë vendit, ka thonë, ha? Okej. Ani jo, veç po e provoj. Naser Maloku @outlook.com, veç me dito. Po. Tash, kjo e para, u vërtetu. Naserin po provoj me thirë. Okej. Naser, përshëndetje. Naser, përshëndetje. Alo, Naser, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Ermal Panduri, jam drejt për drejt nga televizioni Dugagjini për ju thras. Po, Ermal, nuk jam në Kosovë. S'prish pun, nuk ka rëndësi ku je. Okej, të e bone punën tonë. Ja, s'mjafton që kash. Puna e me zbarë të vërtetën. Ajo në konsorcium, Pa tjetër, gjithmonë. Ajo në konsorcium, ajo në SHPK. Shkru normal, po tash... Nuk mi afton mos më konë Kosovë, ti kompani që pi mërshë sa milion euro, tash mos më këtu ju asë përgjigjen. Regjia, asiguroni mi a dërgu një mbushje, ju lutëm qëtë numër, që po thrasim, dërgajni një mbushje. Dërgajni 20 euro mbushje, ma shumë se zgjasë 20 euro. Edhe e du që ja kena dërgu qëtë mbushje, 20 euro për me na u përgjigj, që mos tjetë arsyetim që nuk ka pas impulsa diçka për me na u përgjigj. S'ka rëndësi e emra në vendit, ajo është vendit, ku do që jetë, ti mund është me na u përgjigj. Për neo që kjo esenciale. Dërgajnë 20 euro. Regjia, ja u jep, po, na duhet, po, ngëm, ideja o blejani, ja u jepin pare të mas. Ka bore këta. A bën veç që kjo vërtetu, se tha kom shiku në ARBK është e pa vërtet. A është e vërtet që o themelu 5 dit masi dalë thirrja? Me 23 shtator 2024 regjistru që tu po thot në qëtë dokument, që tu në thirrja o bon me datën 18 shtator 2024. Okej, mirë. Ta është i pretendimi është që kjo nuk është kompani, edhe pse që ku e keni lip kësë SHPK, SHPK. por konsorcium.
Hajde tash, kalot e faqa qetin që tregoj pse as kjo s'është e vërtet. Në ligjin, se Kosova ka ligje, thjesht do të mi respektu. Në ligjin për shoqëri tregtare, thuhet, neni 35, regjistrimi fillestar i degës së shoqërisë së huaj tregtare. Një kompani e huaj që do me ardhë me punu në Kosovë. Pika 1. Shoqëria e huaj tregtare mund të angazhohet në veprimet ekonomike në Kosovë përmes regjistrimit të një degë të shoqërisë së huaj tregtare. Am tregon zotri Peci mu ku e ka filialen? Ku e ka filialen që kjo kompania e huaj që qenë ka konzorcion me këta vendore? A mundi më tregu? Nuk ka. Dhe pika 2, për regjistrimin e degës në Kosovë, përfaqësuesi autorizuar ose përfaqësuesi me prokur i shoqërisë së huaj tregtare duhet të dorëzojë në ARBK listën e dokumentave të nevojshme për regjistrim. Ermal, veç çdo pak vëmendje. Për me mujt me bo konzorcion, një kompani e huaj me një lokale, siç po të thot ligji, shumë i mirë i Kosovës edhe neni 35, duhesh me regjistru një filial në Kosovë. Kompania për cilën këta po pretendojnë që ka bashk veprim edhe konzorcium nuk ekziston në Kosovë. S'ka filial. Rrjedhimisht sa SHPK. S'ekziston. Kompania që këta po pretendojnë që është e huaj dhe ka bërë konzorcium me këta lokale. Nuk ka filial në Kosovë. Po kthen ARBK që aty regjia? Kthen ARBK. Kthem në fletën e ARBK-s? Kjo është kompania vendore. Po që kjo është? Po kjo është SHPK. Këta po thojnë nuk ka veç kjo, po konzorcium. Po çdo është filiali. Po kjo është SHPK. Në Ferizaj, pa numër. Jo, kjo është SHPK. Te drejtori Islami pa numër. Po kjo është kompania në Kosovë. Këta po pretendojnë që kjo është kompania aktori lokal dhe në bashkëpunim me një kompani të huaj kanë bërë konzorcium. Unë më ka thënë, kthej ligjin edhe një herë. Për me mujt, me funksionu, edhe me bo veprimtari ekonomike në Kosovë si kompani e huaj, duhesh me regjistru një filial si pas njeni 35 ligji për shoqëri tregtare. A ekziston? Jo, bjem poshtë që konzorcium. Edhe me që qartësova, vazhdaje me pretendimin e dytë. Mirë. Ja, vazhdaje me vetën e dytë. Vetë e dytë. Regjia, çka thot Faton Peci në pjesën e dytë? Mos funksionalizim. Po, qaq u konë do të thot ajo, do të thot parafërsisht. Këtu opcioni u konë 15 ose 20. Ne ju kena drejtu Ministrisë së Drejtësisë, ju kemi thonë, a me vepru me ligjin për pronat, ata ka thonë ju se ende nuk është këtë funksional, shurzimet administrative, me në bazë ligjin për pyje, edhe ishin edhe 2-3 ligje tjera që i harrova në korespondenca që të i kam. Po. Se që do të vëmendje, a e nive që a tha? Ju kemi regjistru, tha Ministrisë Drejtësisë, a me vepru me ligjin për pronat publike, tha me ka thonë Ministria jo se ende nuk u funksional. A din qëfar budalaki kilotënsh? është me thonë, është një farë ligji, po nuk ka bashkë funksional. Ligji ja ekziston si i piu, ja se ekziston. Nuk je pak shtatë zonë. Ose je, ose si je. Ja ka ligj, ja s'ka ligj. Se mashtrimit që në kundërshtit të tilla logjike brenda një fjalie. Gjithsesi, po du m'ja pranu. Nga, po du m'ja pranu. Pretendimet e ty në janë që, Ermal, pretendimet e ty në janë që nuk e kam bo me ligjin për pronën publike, po e kam bo me ligjin për pyet. Edhe pse, vëmendje, aty nuk ka pëll. Aty është zonë industriale. Numrin e pas ka post-paid. Qa është post-paid? Post-paid. E nuk po më ishim i dërgu mbushje. Kanë më pare këta? O ndëgjëm, po, dhe duke post-paid, i bjen që ti hargjë sa dush se më fund mujt apaguj. Po se ka e kini kredit not të une, 20 euro për gjeshmu. Për gjeshmu të lutë nëse është shumë e rëndësishme, 755 100 numri që ke i publikum në ARBK-s, po bëjt ty, Naseri. Po, Naseri është... Erman, une po du me shku një hap ma tej. Po, ndëgjë, ideja është që veç po më interesën qësh është konzorcium që kjo, S'ka qësh me konë. Se kompania huj do të me pas filial në Kosovë, ta tregova ligjin. S'ka konzorcium, se edhe marrveshja nuk është të nëshkrume me një grup kompanish. është të nëshkrume me një kompanie cila është SHPK, e kina ARBK. Naseri veç po duka me marrë vesh kush je, ma ndaj s'po të përgjish ka mu. Unë e menoj që na hub kome Naseri se te ke fund Naseri fajtore maj vogël këtu. Mirë. Naseri ka tentu me shfrytzu situatën cilën ja ka mundësu një kriminal si Faton Peci. Unë e kryva. Kështu që ata vazhdoj. Jo, unë e kryva. Po të ditën ju keni provu. Po nuk do të me qujtë kriminal, do të me vërtetu gjykata. Unë do e vërtetu jam. Mirë, ja, në gjë. Veç gjykata e vërtetat. Veç gjykata së një besoj. Për respekt e misionit, po. Për kunder se këta, nuk guxojnë me ja pronë publike, me ligjin për pyje, sepse aty nuk ka pëll, po është fabrik
në zonë industriale, cement, asfalt, unë po du mja u pranu, sepse edhe me ligjin përpyje, kam bo shkelje. Qërë që kam bo? E para punës vendimi qeverisë referohet një 12.3, e cila folë për shfrytëzimi i tokës pijore në rastet të veçanta për interes të veçantë dhe nevojat të shtetit, mund të japet pa kompenzim me vendim nga qeveria. Vendimi qeverisë ju ka referu që saj pike, e jo pikës që flet për qiradhënje. Jo në ka doj me jap me qira. Për mes një vendimit qeverisë, e vetë vendimi nuk i referohet nenit që folë për qiran. Pra, Lirim, a më lejon për me sqaru për publikun në cili mund çka o të ndodhë. Këta kam pagu qëra duke u thirrë në nenin 14 për qiradhënje në tokën e punore. Po, hajde. Pra, këta kam pagu qëra që kjo 2.500 euro në muj. A në ndërkohë thirrja është për shfrytëzimi tokës pijore në rastet veçanta, për interes veçanta, për nevojat shtetit mund t'jepet pa kompenzim. Pra, pa pare. Po s'ka lidhe ligje. Pra, a për këpëtër? Ideja që s'qënë t'u puth një me tjetën. Edhe që ka problemi. Se adin, pse po i referohet këtë që ti ligji? Se me ligjin për pronat publike, me vendim qeveris nuk guxon me jep ti tokë ma shumë se 15 vjetë. E as pronë publike. Përveç se me votim në parlament. Përmi i kasej, 15 vjeqës, se e ka nja për 20 vjetë, e kanë shti shtetin bërsh 20 vjetë, ju kanë referu që ti ligji. Kosova, për shambull, e kanë ka raste, e po të tregoj kur, për shambull, ja kanë da FC Prishtinës, Mbërnic, ja kanë da për 40 vjetë, po me votim në kuvend Kosovës. Që kash? Pra, ja ka ja për 40 vjetë, klubit futbolit Prishtina. Po këta s'gudzame që në kuvend, se o krem. Që që kanë botash? Që që a thët, që po du mja vlonë në nenin? Qëra dhenje neni 14, qëra dhenje toka pijore. Tokat pijore shtetërore mund të jepim me qëra vetëm për disa destinime. Kullota, sështë. Shfrytëzim dhe kultivim produkte pijore jo drenore, sështë. Shfrytëzimi i inerteve, zhavar, gur, argjil, sështë. Përëndëtaris bujqësore, sështë, është fabrik. Përëndëtari industriale, drurit, sështë. Përëndërtimin e objekte përkashme, sështë, objekte ndërtum. Prodhimin e energjisë ripërtrishme, sështë. Edhe qërta është tjetra. Kozgjatja qiradhënies përcaktohet me kontratën e qiradhënies, cila mund të zgjatë deri në 10 vite. Edhe me këta s'mundesh me ja ma shumë. Me mundësi vazhdimi për qëllimin nga nën paragrafet. 1.1 kullot. A kullot kjo? Jo, së është fabrika së kullot. Edhe këshiri kretë pikat. Pra, edhe me ligjin që gabimisht ju kanë referu, tu i tentu, me po shkelje edhe me këta krynë shkelje. Sepse, shko të faqja tjetër, që a thët neni 17, qiraja dhe këmbimi i ligjit për pronën publike. Pëthët, prona në pronësi të Republikës së Kosovës përkatësisht institucionit qendror se prona e komunës mund të jepen me qira deri në 15 vjet, jo më shumë. A nive çka tha? E kemi pyetur Ministrinë e Drejtësisë, na ka thonë ligji nuk është bash, edhe çuçi tha që ky let se ky i qartson tana. Nëse do me përdor ligj tjetër, çuçi tha? Kontrata e lidhur në kundërshtim me këtë nen është e pavlefshme, thot pika 8 e nën 17. Që neni 32 i ligjit një që thot? Dispozitat e ligjeve të veçanta me cilat rregullohet regjimi i sendeve në pronësi publike duhet të jenë në pajtim me këtë ligj. Në rast të paqartësive apo të kolizionit të dispozitave ligjore të këtij ligji me ligje tjera, vlen dispozitat e këtij ligji. A ka mënyrë më thjeshtë, më qartë me tregu çfarë shkele ka ndodhur? Pra, nëse bjen kundërshtim apet vlen që ky ligj. Se pesojmë janë habite kanë marrë për pyje. Ç'është apo thot? Në rast të paqartësive apo ndeshjes, kolizionit, dispozitave ligjore, ti ligji me ligje tjera, kush vlen? I njëjti ligj. U kry, këta kanë hap 20 vjet. Kalot e vit tjetër. Jo, pret. Çka ka pretendu Faton Peci tjetër? Hajde regjia. Kanë deklaru që njerëz grupet profesionale, se ka pas për secilin vendim vendimare këtu ka pas grupe profesionale. Si pra 16 cent që është caktu në konsultim. Si kom dërmaru në asni veprim, kreti janë çështje grupeve profesionale. Ekspertëve të çështjes, se ne nuk jam as ekspert i lektoris, as jam ekspert i ushqimit, as nuk jam ekspert i këtyre fusha profesionale. Unë menaxhoj me ministrinë. E dëgjove që ka tha Faton Peci? A mund është me kalu të dokumentat e radhës? Po, veç që e dëgjove. Po, e dëgjova. Kjo, të len me kuptu. Plët sana. Po, prit pak. Qka, Lerem? Kjo tha, 0,16 cent, subvencionohet,
edhe këto tha janë bo përmes grupe punuse. Me demek, janë mbledh këta, se dush me pas parasysh, bëj që të din, për produkte finale në Kosovë, nuk ka subvencionim, nuk ta subvencionon kërkush së gjukun, as pa shteten. E këto është produkt final, në produkte ushqimore, prodhohet kolagene, produkte të qira. Edhe që që ndodhë, që prapë qëfar rane klasike. Që kjo është kontrata, faqja pare kontratës, apo? Që kjo është data, 10 pare 2025. Kontrata pra është në nshkru me 10 janar. Pika 4, pik 2 kontratës sot. Subvencioni për çdo ton të grumbulluar do të jetë në shumën prej 0,16 cent për kilogram, 1 kilogram. Operatori ekonomik do të dokumentoj saktësinë e sasinë e grumbulluar për çdo muaj dhe të paraqes raportet përkatëse tek autoriteti kontaktues MPRZ AOV me dëshmitë përkatëse të sasisë të pranuar në pikat grumbulluesve të operatorëve të industrisë ushqimore dhe thertorët. A thanë vetë do që grupet punuse e kanë caktu që të shifër. A e ki që të janar? 10 janar. Shkote fotografia tjetër. Qëre grupet punuse ku jenë mbledh? Lexoje, ju falenderoj? Ju falenderoj të gjithë juve që marrët pjesë në takimin e datës 13/3/2025, ku temë diskutimi kishim analizimin, vlerësimin dhe propozim kërkesën nga AOV për subvencionimin e trajtimit të grumbullimit dhe kategorizimit të nën produkteve shtazore. A pe kuptan, një janar është kontrata. 2 muaj ma vonë, o mbledh ky grupi, o ka diskuton propozimin. A me i subvencionu që to? Pro, më falë. Kom më bu marrëveshje me ty, me të jap 16 cent për kilogram. Kur s'ka pas kur farë ligja s'ka. Mandej u mbledh një ekip edhe ka thonë po mire ka kontrata. 2 muaj ma sadej. Po mire ka kontrata, 2 muaj ma vonë? Okej, faleminderit. Që kush është, kjo është email e Isuf Cikaçi, drejtori departamentit të politikave bujqësore dhe tregje. Retroaktivisht ka ndosh me shti. Se e kanë ditë qysh në kryeherë, në kontrat, që është ilegale me subvencionu produkte finale. 2 muaj ma vonë ju ka ra nërman, ka thonë, hajtë ta bëjnë mbledhë shpejt e shpejt, edhe e shtim atje. Po nuk ju ikim këto sare gazetarve. Okej. E këtë ku e more? Të regaj asë. Okej, hajde. Regjia, jo, e që tu përdu një video tjetër ku përdojnë me kundërshtu Faton Peci ato që po pretendon Lirim Metaj. Lirim, dëgjo, që po hajde. Dëgjo. Po hajde. U konë rrezik tepër i madh. Funksion të kësoj, ne e kena menaxhu çështjen e matrikulës. Tash ne dim sakt sa gjethe janë në Kosovë, sa lindin, sa therren, sa subvencionohen realisht edhe sa importohen. 30.000 euro qera. Funksion kësoj, tash se cilat do të jetë kostoja vjetore e qeverisë për mbulimin e këtij 16 censhit, do thotë kjo është shprehje, do thotë çush më thon, është vlerësim paushall. Unë nuk e di ka po i nxjerrin ato statistika. Ku e di unë sa kilogram extra të kafshëve që kanë mu therr, kanë me përfunduar në fabrikë. E këshyr. Apo thoni kena sistem? Do thotë, jo, kem sistem, po kjo kem sistem e dim sa kafshë importojmë. Edhe ka një farë matematike, kretë kofsh që hinë so therën, edhe nëse kretë ato kofsh kanë në shku në qitë fabrikë, se kjo ka me pos monopol, apo? Ku janë, dhe thëtë, ku vlera 60 milion euro? Unë e kun vlerë këtu nuk e kun po ti të i bombastik 60 milion euro, do mi shkakton. Në fillim, thana, ta shkemi sistem të kontrolum, krejt e dim sa kofsh hinë për më therë. Ma vonë, tha, na nuk e dim sa kafsh ka mi marrë kjo të therëne. Ka mi marrë që ato që i ki numra ti. Edhe tha, ku po i dalin 60 milion? Shumë e thjeshtë. Në therën e vetë ministrisë, në kërkesat për kompanin fituse, merë telefonin të lutëm, edhe krejt në shpe mundën me bo. Hajde, i regjia, ju lësë mi marrë krejt i kitronat. Se kalkulatorët me calculator shkruhet. Ministria, po ja kërkon kompanisë, të pakten për punimin ose grumbullimin e 20.000 ton vend vit. Minimale. Ne 20.000. 20.000. Here, 1 ton i ka 1.000 kila. 20.000 her 1.000. Here, 20 ton, here 1.000. 20.000 ton, jo 20 ton. Po, 20.000 ton. Qashtu? Here 1.000. Here 1.000. Barabart. Me 0 presë 16 cent. 0 presë 16 cent. Here 0.16 cent. Sa për delë? 3 milion e 200.000? 3 milion. Prit, tash prit. Herë 20 vite. Prit, ka të zërë.
Bën një herë 20 vjet, Që zhëbuna? Do më thonë, 20.000 ton, 20.000, apo herë 20.000 ton, herë 1.000. 20.000 ton, 20.000 ton, herë 20.000 ton, herë 1 ton i ka 1.000 kila, për dysh me spiku, qera të kalkulu, herë, që tha dhe kontrolata, herë, do më thonë, herë 0.16, barazime, Jo tash, herë 20 vjet, se kontrata për 20 vjet, herë 20 vjet, barabor, 64 milion. 64 milion. A nive që ka thaj Germal? A nive që ka thaj Germal? shumë edhe njerë, jo, shumë edhe. Ka thaj delë, Ama veç ka dalë, a veç ta këshyri, a okon 20, a okon, këthema një në fillim, a okon për kilogram, a okon për ton. Për kilogram. Mirë, që këthema një. kilogram. Se po më Kthej kontratën. Ja, se po më dojnë. Kthej kontratën. Jo, kjo. Që e kini, jo. dytën, Mas, jo për tjetër. para, mas. Që ku e ki aty pjesën. Hajde. Shko te kontrata. Jo, s'është me kjo. Jo. Shumë e thjeshto, e ki te tënd. Jo, të thirja. Të Te thirja, aty ku kontrata. tuhet Jo, për te thirja, kilogram. jo te thirja. Te kontrata. Ja u kom dërgu dokumenti. Që? Subvencionimi për çdo ton të grumbulluar do të jetë në shumën prej 0,16 cent për kilogram. 16 cent për kilogram. Një kg. Kush është ai mesmi që aty? Jo, s'moj me të kalëzu. Ase në shojnë kësi sanë, më stanin ty. Nuk në shojnë kësi. Okej, se na Po, fush. e kuptu më qenë, Ja, prej dishpak. Qysh nuk kish marrë, edhe pa tërpsesht thojke, ka i dulen 60 milion, kur kërkesa e ti o konqa jo. Do është s'ka pos, se iPad-at nuk kanë kalkulator. A i shkojmë të ajo, te ku doni tash, po di, qa keni përzim? Jo, mirë. Qka po du është te kontratat të cilat jënë konfidenciale ka folë. Ministri thëtë, kontratat jënë konfidenciale. Regjia, A jo rasion, besa? hajde. Mes tjera është aludohet se thotë që do thëtë konfidenciale. A din që ka përbën ajo, që është shumë rëndësishme për qytetorin me ditë. Është konfidenciale për shkak se në atë pikë, do thëtë kompania, që ai konsorciumi, që në bas kritereve mas ju problematizu, do thëtë e pash që ka qenë dykon 10 ose 12 vite, do thëtë përvoj menagjeriale dhe qarkullim financiar, ajo çështjen e menaxhimit edhe dhomave personale në gjërë llogarin nuk i donë më opinionin për shkak se konkurrent në sektorin privat nuk dojnë me ditë se kush sa ka qarkullim, sa pagun për çështje të caktuara. Po veç a tha. Nuk o tha kontrata konfidenciale, tha po vit gjërëllogaritë bankarit kompanive mos më marë parasysh. Edhe ajo në regullë, ato me në shefta. Mirë po, qëre, këtu shkruan kontratë publike, që kjo kontratë dhëtë me ko publike. Qëre njeni tek pik 4 shka thëtë. Operatori ekonomik do të trajtoj të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si konfidenciale. Gjatë kozgjatjes së kontratës, operatori ekonomik nuk do të shpërndaj apo zbuloj ndonjë të dhënë të kontratës. Kontratën pra ka i thot maje konfidenciale, jo gjërëllogarin. Po dhe? Kontratën po i thot maje konfidenciale, maje të sheft. Po i thot ndonjë të dhënë të kontratës. Ndonjë të dhënë të kontratës. Pa përqimin para prak me shkrim të autoritetit Po, kontraktues. a këtu çka ka thot? Kontrata është publike. E këtu ka i thot maje më kontratën sheft. Po, fshi. O, mare, hajni keqë, mare. Po, hajnë do të me vërtetu gjykata. Vallaj, ma vërtetim. Ja, lërem, do të me vërtetu gjykata. Sot dush t'i fëll, po më fëll gjykata do të me thonë fjallën e E se fundit. poplo ka i një ka ojna, gjykata punën e vete ka. Hajde, e ka edhe PC ka edhe një deklarat për ish kryeshefin e agjencisë. Po, se pretendime. Hajde që... Edhe një diçka është rëndësishme për opinionin. A e din ti si gazetar, po bona gazetar po shtroj pyetje, çfarë veprimtarie merret ish Se unë me kryeshefi? ju si shandru, për shumë. Po. Ma mirë që s'nuk nuk shëndro. Do thot, ma mirë ja tu ku je. Kryeshefi i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës, në kohën e cilët është ndërtuar kjo fabrike, a di me çfarë veprimtarie merret? Kërëshefi. Ish kryeshefi, në kohën e cilët është ndërtuar kjo fabrikë. Oke, jo, nuk e di. Me të njëjtën veprimtari merret Lezhë.
Ermal. Qarkullimet financiare Po. bën publike në KKRF. Njëjtë, a peshet ajo. Ministri i financave i publikon, apo Ministria e Financave i publikon. Qërtash, se e boni një aludim shumë të poshtër me sistem kinez të përimit propagandës. Tha, ish kryeshefi, cilët këtë të zgudzon një përmena emnin, unë një përmeni, e ka fjallën për Valdet Gjinovcin, tha, a i kryeshefi ish, me dërmek që e ka largu kë, merët me zejën e njëjnë Shqipni, edhe a i ka mundësi që ka influencon edhe sponsorizon lojme. A tha që shtu? Valdet Gjinovci. Valdet Gjinovci, nga tash, prit tu, rri që tu, të lutem. Valdet Gjinovci, cilën Faton Tuci, nuk gudzem mja përmene emnin, Lirim Memetaj ka bo dokumentar pikresh për të. Qërë ku e ki? Edhe kështu vidhën në Kosovë, Valdet Gjinovci, edhe kom të regu që shka shumë rezik që pikresh shefi atëherë i agjensis nuk o ka lejon funksionalizimin e kompanis se e ka biznes privat. Qërë producenti dokumentarit, kush është atje? Je ty. Po unë se kush? Pra, e ka fjallën për qëta, me demek që kjo ka të sponsorizu lajme për ka unë, a unë jam personi që ju marrë me tëj, vetë një Kosovë. Tërma një Valdet Gjinovcin. Të revëllat ta dima të sponsorizu Lirim Memetajn. Jo, mur vesh. Unë e kom bo dokumentar për të. Tja një zonin se më ka marrë madhë për Valdetin. E mërë, tuc, ti zguzon as me përmen, unë e kom bo dokumentar për të. Tuc. Njëjtë sikur për ty. Unë kom fol, edhe kur ti s'je kon, që shkja kompanis po funksionalizohet. E këta po atë shumë mirë që e ke qitë, se du të me po këta, atëherë kam qenë në kryeredaktor në Shqip.com, kom pas qenë në emisionat të tërë, kujtohet për ato përgjime tjera, se këta menojnë që kom panë shumë shpesh akuzen, pse veç qëtash. Jo veç qëtash, gjithmonë, po ma moti ju pelqeke, për mes lajmeve të mija, për shefin e njësisë të inteligencës financiare, për mes raportimet të mija e pashkarku e Kuran Mërati. Po, sakt. Po atërë më koni mirën. Po, atër... Qështo? A e krym që të pjesë? Kush ko ka marrë me të? E pas në numërin e Valdet Gjinovci. Kush ko ka marrë me të? Kush ko ka marrë me të? Ti, Lirim. E a i zgëzon as me përmen, plus a ludon, edhe pretendon me në shumë mizanar. Jo, mërzatni. Jo me mu. I kom edhe 2 video. Okej, që... Jo, i kom 2 video. Regjia, mos u ndalim, më përpjekje me gjithë numërin e rritë të Valdet Gjinovcit. Të lutem, mos bëni asë një kompromes që sonde me na i sen, se kena shumë të rëndësishme që ka pa thot Lirim Memetaj. Po e shë që krejt ministria ko ka të e këshyrë, se krejt jenë të më shkru. Këshyrën e krejt, tuca. Për gjykata, qëto problemi? Se gjykata e kaftu për me tregu se që shtëpia e presidentes Vjosa Osmani është ndërtu me mjetet financiare të Ministrisë së Bujqësisë. Ky ka qenë pretendimi i tij i parë para 2 vite. Unë se kom njoft atë person. Kur kabineti ma ka tregu çit sekuencë, unë më njëherë kom thonë puna e parë që duhet më ndërmarrë është që më ju drejtu prokurorisë. Perle a ke kësaj është i kom ndërtu presidentes, kur do që të akoj kom e thonë as faleminderes më këtë. Shtu e kom një tike... Lutem, ma që se bën që ka dush. Veç që ta përfundoj. Ky për thot që e ka pa një deklarim temin, ku unë kom thonë Presidentja e Kosovës e ka ndërtu shtëpin me parat të Ministrisë së Bujqësisë. E për thot që atë deklarim e ku marë e kom qunë prokurori. A tha që shtu? E ku e ki thonë? Në debat plus. Në debat plus. Po kjo nuk është... Pret vje për të me lëshu. Në shojnë që a kom thonë të shumë? Zonja Osmani i ka blet 2 shtëpia që bojnë ma shumë se 1 milion euro në lagjën ma luksoze në Prishtinë. Kjo i ka marrë parë dikon. Martin Berisha e ka mbrojt 2 bashk, i cili dihet qartësisht, edhe familja e tij e din që i korruptum. Faton Pesi ka shumë problema aty në Ministrinë e Bujqësisë. Jashtëzakonisht shumë probleme ka aty. Edhe ka disa, po besoj dalin ditët në vjem aty do problematika financiare mrena Ministrisë. Veç pak në Universitetin Isopolitinin Mitrovic, profesori asociuar për bërë e këshillit drejtues ko ka dhe Valdet Gjinovci. A bën qëta armal se e kom shumë të rëndësishme? Hajde. A tha që kom thonë une, presidentja ka ndërtu shtëpi me parë të ministrisë. A e në shove deklaratën cilën e kemi marrë për i prokurorisë. A ke deklaratë komplet e kundërt. S'pat lidhe me shka tha. Tash e kom une një, qërë, shumë e thjeshtë është kjo armal edhe sot mundët mu përfundu. Faton Peci,
ti edhe kush do mrena vetë vendosis e qeverisë, nëse arrini me gjetë deklaratën teme të pretendu me pejteje, ku ti po thu që une kom deklaru në Debat Plus që presidentja ka ndërtu shtëpinë me pare të ministrisë, veç ki me gjetë që deklarat, me qitë në Facebook tonë nëse ku të dënë ju, edhe Ilir Mehmetaj largohet për Debat Plusit, largohet për gazetarie edhe vetë dorëzohet në polici. Prit. Për Debat Plusit nuk lërgësh. Jo, prit, Arman, mos ma ndërprej që thosh, lutem. Ama, nëse nuk e gjenë, Arman, nëse nuk e gjenë, a duhet Faton Peci me botë njëjtën? Jo. A duhet Faton Peci më largu për ministrisë, për qeverisë, edhe më shku në prokurim e thonë një mashtrus? Standardet nuk janë të njëjta. Veç se për publikun e kam të rëndësishme qëto. Edhe një herë thirrje, nëse e gjeni deklaratën e Ilir Mehmetaj, fjalë për fjalë që mashtroi Faton Peci, largona pe gazetarisë, pe Debat Plusit, edhe dorëzona polici. Ama nëse nuk e gjeni, a e bën ti të njëjtën, o tëc? Po jo, mos i thuj të njerëz se so ka tutet. Po shumë e thjeshtë kjo. Po so ka tutet. Shumë e thjeshtë kjo. Që ka që thjeshtë është? Do me thonë që ka bojnë, pretendojnë me kriju do supozime të cilat me pas me thonë hajde për kënë shtranaj. Rrenat e tyne. Jo e pat edhe që ka deklaroj aj që kinë se kom thonë unë, e pat edhe që ka realisht kom deklaru unë. Qatë sekuencë që kjo e ka dërzu, unë e kom marë për prokurorisë. Pra kjo e din që qëtër gjohë ka dërzu, edhe del në emision me ushqy mjegull, thotë unë e kom dërzu që të deklarim, me cilë nuk eksiston. Ama edhe njëherë, gjeni deklarimin që e pretendove, edhe unë largona. Po nëse nuk e gjeni, largohë ti mërbuë. Se nuk mund është me rajt konstant, shtu, pa kontrol. Ku e ka ja lypat numër? Përgjigjet e ministrisë, na i kena dërgu do pyetje në ministri. Na i kena dërgu një 15 pyetje, Lirem. Duke e pas parasysh që bajke shumë kena një ori... Edhe pse të e patë e Faton Pecin këtu? Ku? Në sekuenca. Këtë pretendimet. Vetë në sekuenca edhe kom thirë. Edhe këtë thirë. Nuk ka idhnu prej apetitit. Edhe apetiti. Në thirin... Prit edhe kja, atë kujtohet ku del ke bëjke deklarime publike, thaj ke... Ku i kom folë? Ilir Mehmetaj s'po folë mo për apetitin. Që ajo m'ka foli. Pra po foli për apetitin. Ke marrë pare për i tyne. Hajnë, që pra po thëmë. Ku i ka paret? A unë du të mi gjeta, a? A shkoj dhe ti arrestoj une? Jo, ti, si në mëjë. Ku i ka pare? Po mirë. Unë i kom vajtë pëse m'del hetusi i policis për vitusi subvencionën Pecit. Kome thira dhe ato? Kome thira për spërgjigjet asaj? Ku ta sho? Spërgjigjet asaj? Në thirjen publike kanë të drejtë të aplikojnë të gjitha kompanit deri në datën e përmbyllit safatit ligjor. Kompanit po thot. Po ajo nuk o kompania nëse së registru. Po jo dhe. O s'ki qaj lexamer. Si pas dokumentacionit kompania fituse, ka përvoj mbi 20 vjetë në fushën përkace dhe po ashtu bazuar në dokumentacionin e paraqitur, ajo është pjesë e një konsorciumit të përbashkët. Lirim, thirrja publike është shpallur për funksionalizimin e fabrikës dhe përpunimin e procesimin e nën produkteve shtazore dhe është bazuar në legjislacionin që rregullon këtë aktivitet. Ligji për ushqimin numër 08-120, ligji për veterinarin 2004-21, udhëzimi administrativ 05-2022 dhe ligji me numër 15-2023. Vendimi i qeverisë është marrë në harmoni me dispozitat ligjore që rregullojnë punën e saj në interes të përgjithshëm publik. Objekti dhe toka janë dhënë me qira në bazë të ligjit për pyjet. E sharum? Po. Po lafet e Faton Pecit, do me thot, njëtën, nëse hub emisionin me to përgjigje. Unë e kom e hub krejt emisionin për me paraqit se cili njeri qëndrimin e vetë. Po se paraqitin, se këto është një vërtet, e dokumentave. Thirrja publike është shpallur për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin dhe procesimin e nën produkteve shtazore gjatë vitit 2024. Si pas vendimit të ministrit të MPZR-s, është themeluar një grup punues ndërinstitucional i cili ka vepruar në përputhje me vendimin përkatës. Metodologjia për caktimit të çmimit të qiras është bazuar në vlerësimin e pronave në atë në zonën specifike ku si referencë është marrë vlerësimi i tatimit në pronë. Që shtash kom të e për një super skandal. A lexove qëto? A blen me lexu? Po, e lexove. Pret se lexova,
Çfarë skandali tash është? Në prunë nga Ministria e Financave, e gjithë procedura është zhvilluar në vitin 2024, referuar shpalljeve publike dhe materiali është dërguar në qeveri së bashku me draft kontratën në fund të dhjetorit 2024. Mbledhja e qeverisë për miratimin e vendimit është mbajtur në fillim të vitit 2025. Ka vetëm 7 ditë pune në mes. Hajde. Po, qëre se e dhanë argumentin që shë kanë caktu qëran. Klutëm dokumentin e fundit që ja kom dërgu. Jo vendimin e qeverisë të fundit. Ermal qëre. A është që këtë vendim i Faton Pecit? A është? Po. Që që apë thëtë? Me këtë vendim aprovohet raporti Komisionit për caktimin e çmimeve të riadhenjës. Merret të telefon. Po. Vendim i Faton Pecit. Çmimet për parcela që shfrytëzohen për qëllime jo bujqësore, për veprimtari të tjera varësisht nga sipërfaqja, pozita e parcelave, çmimet ndryshojnë për metër katror, çmimet e qiras majore në këtë zonë sillen nga 1.8 në euro 80 cent deri në 2.5. Leja me më të voglën. Shkruaje 4 hektar bojnë 40.000 metra katror. Shkruaje 40.000 herë 1.8. Herë 1.8. Sa po del? 72.000. Veç për tokë o duhet mi marrë qëra 72.000 euro. Vjetore, mujore. Mujore, si pas tyne. Herë 12, herë sa vjetë është kontrata? 20. Oshdo është? Veç për tokë. 17 milion. Veç për tokë. Veç për tokë. Si pas tyne, mos harra. Vendimi, këshire vendimi. Oshdo është me i Vendimi pagu. i tyne. Si pas këti vendimi, oshdo është me i pagu. Me smimin ma tolë që bom, se e ka edhe një 2.5. Hajde që për ju të regoj edhe njerë që shë kalkulova, për mësë me mëzohë në gështë. 40.000. 40.000 metra katror. Është sipërfaqja e tokës. Herë 1.8. 1.8. Euro. Barazime? 72.000 euro në muj. Herë 12 muaj i ka viti. Jënë 864.000 euro në vjetë. Herë 20 vjetë, barazime 17 milion e 280.000. E po, vendimi ke i tyne. Edhe njëherë, 17 milion e 280.000. Pishë edhe shka, edhe njëherë, me qartësu, si pas çmimores, tyne, për toka që nuk është veprimtaria bujqësore, aty janë 4 hektare, që a i thoi, 40.000 metra katror, çmimin ma tull që amurëm, që e ka caktu vetë, qërë vendimi Faton Peci, qërë që ka bu, dami është maj masë 60 milioner, se 60 milioner janë vitë subvencione. Që çfarë dami ka bu? Edhe 17 milion tjera. Dami është 100 miliona. Edhe 7, do më thonë, vish një sekund. 64 milion, her 17. 17 milion e 280.000, Her 64 milion. Minus. Pse minus? Jo, pret, minus hajtë pinzojmë qëto që i ka pagu. A, qërojnë e pasi? 20 herë 30.000. 20 herë? Mbajmë në ti 17 milion e 280.000. Hajde. 17 milion e 280.000. S'ki s'ka logarit. Jo, është e rëntishme. 17 milion, A din që shkru 17 milion? Po, fal. E 280.000. E ti kena ka 2-3 milion. Hajde. Jo, edhe i zero. Po, që është, se si e të i ditë. Hajde. Unë e ekspert i milionave, besëm. Hajde, 17 milion. Po, sa tash i kena 2.500 euro. Jo, që e bën qështu, e bën minus 20 herë 30.000. Pret, jo. 2.500 euro, kontratë mujore. Kontratë 1 herë 12, jo, vishë bënë 30.000 herë 12. Herë, kështu, 2.500 euro, është muj do të mjep që këtë kompani qëra shtetit si pas kontratës. Herë 12 muj, janë 30.000. Herë 20. Herë 20 vjetë, barazime 600.000. Ato ka vetë, 17 milion e 280.000. Ama tash, ama qatë numër, mbajme në 600.000-shin, Po, 17 milion e 280.000. E 280.000. Jep jo zero, jep jo. Njeri, po, ti po. Me miliona e më mësum. Minus 600.000. A përshet që shumë të ditë? Veç 16 milion e 680.000 ka hu. 16 milion e 680.000 bazum qëtë vendim, po del që jënë diku minus. 16 milion e 680.000. Veç. E këtu pëthojnë në cuk, nuk e dim. Lërëm me metaj ullim karik tash. Unë po ullan karik, veç edhe shka. Ullim karik, unë po do mi ju ka... Ja, te pret. Tash unë i kom edhe do përgjigjet tjera. Se kom bo shumë pytjes. Veç ta kemi parasysh të plët njerëz, thojnë e pse s'pi qenë prokurori. E kom qu. O pret i ka dhejnë, ka dalë.
Dokumentet e përcjella në qeveri nuk ndryshon. Një nen në kontrat përcakton se kontrata hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit. Opinioni ligjor është marrë nga Ministria e Drejtësisë, ku është rekomanduar të vazhdohet me ligjin përpyet për shkak se ende nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e plot përmes akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative që nuk janë miratuar. Sipas informatave tona, në Kroaci çmimi është 90 cent dhe rishikohet çdo vit, ndërsa në kontratën tonë çmimi prej 16 cent është i pandryshueshëm për 20 vjet dhe kompania nuk ka të drejtë të kërkojë ndryshim çmimi. Mbyllja e fatit për ofertim është bërë më 02/10/2024 dhe gjatë kësaj kohe çdo gjë ka qenë në formë të draft kontratës që nuk kupton se janë shqyrtuar gjitha mundësitë ligjore për mënyrën e përfshirjes në planin e subvencionimit. Për të ruajtur dokumentacionin e vet, kompania ka kërkuar që gjithçka të bëhet në pajtim të ndërsjellë mes palëve kontraktuese, që do të thotë se kontrata të trajtohet me kujdes dhe në përputhje me marrëdhënien kontraktuale. Subvencionimi apo pagesa për shërbimin ofrohet për lëndën e parë, pra materialet që gjenerohen në thertore. Çdo produkt me origjinë shtazore i cili është i pakonsumueshëm nga njeriu për arsye të caktuara, konsiderohet nën produkt dhe trajtohet si lëndë e parë për procesim në fabrikë. Subvencionimi rregullohet nga udhëzimet administrative në fuqi dhe kompania ka të drejtën të aplikojë njësoj si çdo kompani tjetër. Në kontratë kjo pjesë përfshihet në mënyrë indirekte sepse qeveria mbështet mishorët dhe thertorët. Sipas gjendjes faktike, numri i kafshëve të therrura të raportuara në vitin 2024 është 67.100 krerë. Pesha mesatare për kafsh është 400 kg, ndërsa sësia e mbetjeve parafërsisht është 12%. Bazuar në këtë përqindje, subvencionimi për një vit mund të arrijë nga 400.000 deri në 600.000 euro. Për detaje tjera, grupet profesionale që kanë udhëhequr procesin janë të gatshme të japin përgjigje në çdo kohë. Grupet profesionale masi kanë ndodhur kontrata. Jo, çdo grupet profesionale na i kena thirrë sonte. Hajde prap. I presim edhe tutje. Duke pas parasysh që Lirim Mehmeti Mehmetaj, së është i Deçanit, Katunar. s'ka lidhja i Katunar. Jo, ka shumë lidhje. Je banor i Republikës Kosovës. Kosovës. Je madhe me ko Katunar. Mirë. Ja, është. Të ndëruar, ju që po na shikoni. Kthemani edhe pjesën e fundit përgjigjes. Të ndëruar shikues që po na shikoni. Të ndëruar ju nga grupet profesionale që kanë udhëhequr procesin, që jeni të gatshëm të na jepni përgjigje. Ju ftoj që të vini e të jepni përgjigjeve Lirim Mehmetajt dhe shikuesve, sepse vërtet vlera është e madhe, pretendimet janë të mëdha. Unë nuk dua kur gjë më shumë sa me ditë, nëse janë qëto parat vjedhura, ku janë shku, kush i ka marrë. Edhe pse po vjedhni, nëse keni vjedh, dhe në rast se nuk keni vjedh, kallëzoni Lirim Mehmetajt që ju nuk jeni hajna. Edhe qytetarë. Edhe diçka në fund. Ju thatë të prokuria, diçka shumë shkurt, po du me thonë. Mu po më interesën, jeni shku, i keni bo qëto deklarata edhe në prokuri. Në hetuesi. Në hetuesi. Edhe hetuesi dul që përfituesi subvencione për Fatën Pecit. Kështë fitu vill, 60.000 euro. Kush është ai? Përquku, Raman Përquku. Raman Përquku. Po, namen bashkërë dhe s'ka përfitu vill. Mbi, kështu, çka po du me tregune. Po. Kur e lypa numërin e ri të Valdet Gjinovcit, një 40 vjet ma dërgun në kohë reale numërin e ri të Valdet Gjinovcit. Krejt ju. Mos harra që s'kuzej ke me premen, Fatën Pecit. Mirë. Krejt ju që e keni numërin e ti qëti Përqukut, ju ma dini numërin, unë e kom bo publik, edhe kush dënë mundet me më thimë 24 në 7, gjithë ju përgjigjna, dërgoma një numërin, një lutna, Raman Përqukut, hetues, mësë më therni pa më prezentu, veç Raman Përqukut më imi ju përgjigj, e në rrasë më thot që jam Raman Përqukut. Ermal, veç shkurt, këta që kanë dash me bo, kanë dash për mes njerëzve të tyne, cilë të kanë të parapagum në sistem, kanë dash me e pastru Fatën Pecin për mes organeve të shtetit, që me mujtë me dalë kjo me thonë mas nena, apo e shini unë jam i pastër.
Por nuk e lejojmë në këto, se unë normalisht e hetoj që ai është përfitues edhe du të mundru. Edhe unë menoj që punën si gazetar këtu e kom kry, unë menoj që këtu tash ka punë prokuroria edhe policia. Veç pak. Qysh Raman Përçuku ka marrë pare? Raman Përçuku në vitin 2022 i ka marrë 60.000 euro. Nga kush? Nga faton 5 Ministria e Bujqësisë. Direkt ai. Ministria e Bujqësisë. Grante. Direkt ai. Gruja, bashortja. Bashortja. Dallim i madh, po. Edhe e ka pranua dhe kom ballafaqu aty. Se kur shkova unë aty, arsyeja pse hina me ulumtu për tokë se e mbrojke. Për shembull, çfarë ka thonë për si skandal ky Rama Përçuku? E gjeta numrin. A di çfarë ka thonë? Ka qytetar të ndershëm të këtij A vendi. di çfarë ka thonë ky Rama Përçuku për skandal? Po. Si kom fillu me fol, tha shkruaj, skandali i parë, tha jo kjo hetu. Po, Ajo sa kishë ndodhë. Po, mëre, e mbroj këtë në kohën. Po, apo e thirë. Po, se ka qytetar të ndërgjershëm të këtij vendi. Une, vish po dua dhe një falendrej me kom për shta sinjalizu se kur të krysh punë, se për një me janë heroj. Sinjalizusta? Po, e vish po du një... Lëm ti. Vish po du një lëm Kosova. Lëm si ti. Vazhdo falenderoj sinjalizues dhe sa të përgjigjesh. Po, veç shkurt. Para punës, faleminderit ty për hapësirën edhe një herë. Është e rëndësishme, jo në minutë halbefshëm nuk i marrë të garantum. E dyta, i falenderoj jashtëzakonisht shumë për mu herojt më të çmum të vendit, sinjalizues e Kosovës, zyrtarë që punojnë brenda institucioneve të cilët e denoncojnë krimin, që aktualisht vetë vendosja i qunë shpiuna. Pa ta, pa ekspertizën e tyne, pa cilësitë e tyne patriotike, profesionale, nuk kisha mujtur me i posedu dokumenta që i posedoj edhe kur nuk e kishim marrë vesh krimin e madh që bëhet. E dyta, Ermal, a e pa me Faton Peci që tha këtë duhet me pas diçka personale me mu. A dim se menon këtë qështu? Ky është numri i Raman Përçukut, e kom të konfirmum, edhe koka online, edhe tash po i tregoj që edhe po e thras përmes rrjeteve tjera sociale, për shkak se në numër nuk më përgjigj, e po e shoh që është online, edhe po më konfirmohet me fotografi që është një njeri. Ç'është e mundun që në këtë rast veçon po dal me fol? Ç'është e mundun? Ç'është e mundun se veçon po jam gati po ballafaqo? A bon me boshët pyetje se cili? Pse veçon po muj me dale me fol? Po pse s'po më përgjigjesh Raman Përçuku? Nërsa so ka këshyre mision. Edhe një fjalit fundit e kësha thonë, edhe një fjalit fundit e kësha thonë nëse ka mundësi. Faton Peci tha aty në emision kërë në shovën fillim, tha, ose tha është i financu, ose tha e ka personale se s'ka kuptim. Për njerëz që nuk kanë kur farë lidhe me asni... Faton Pecin. Për njerëz që nuk kanë kur farë lidhe me asni ideal. Regjia, ju lutem Faton Pecin provoni me thirr. Është shumë e rëndësishme. Hatëmbetjet personale mund t'jenë. Çfarë hatëmbetje personale? Se mund t'ja Kur ta krysh një fjalile ma? Jo, t'lutem. Se është e rëndësishme. Mund t'ja hapësirë ty, po jam i gatshëm jap hapësirë gjithë secilit Ti njerin. ftu të nditen? Jo të nditen. Të javën, të muajin, të vitin. Çdo ditë. E mu ku po shkona në atë emision, atje mu nuk po mftojnë. Për mu, a e ka ndale e telefonin, prit se e kom në që ku më fshin edhe prej tash edhe prej Instagramit, se e kom në Instagram. Faton Pecin. Mos u mërzete që po... Jo, po mdoket që po jap hapësirë të prume, apo dhe nuk e meritoj. Më pas ka po blok. Më pas ka po blok. Mirë të ka po. Faton Pecin ma pas ka po blok. O kuku? Si e i vetë me Faton Pecin që ma ki po blok. Kërë s'po flasë ma shumë. Hej, Faton? Edhe ti? Nejse. Ma pas ka po blok. Po normal që ta ka po blok. Ky i guxojit, pas ka guxu me ma po blok. Trajtoj e mirë, lejlet vjen emision le të folë që do në s'ta bon kërë. Jo, me folë që do, as ti. Jo, po më po vi po ballafaqora. Jo. A bën një fjalit fundit. Për te falënderimi për ty personalisht, për Dugaxhinën, për Debat Plusin, për ekipin e Debat Plusit, edhe për sinjalizust. Edhe për Anduin. Tash kon. Vazhdo. Po kom për thirë tash. Po vazhdoj për shukun. Për shukun e kom kështu. Vesh po du me thonë një fjallë. Vazhdo mëre? Po jo se të një pëndërhynë tema s'nejna. Po.
Në fillim ky gazetar tha, ose është i pagum, i financum, ose tha është ka diçka personale, tha se s'ka kuptim ndryshe. Arsyeja pse Faton Pecit i duket që puna jeme nuk ka kuptim, është se ky është një person i pa lidhur me asnjë ideal. E njerëz që nuk lidhen me ideale, po lidhen me interesa, e kanë të pamundur me kuptuar dikon që e bën punën e vet edhe përmbushet patriotikisht, profesionalisht, e kombëtarisht veç me punën e tij. Për shta Faton Peci nuk e më kupton mu, edhe për që ta me shumë gjas, se ai menon vetë me veti, thot, mërë ka dalë, ky pushtet së ka dënë, po do i ka pare, se logjika ati është e tillë, se Faton Peci të tillë se ai, se kjo vish prototip, janë për pushtet edhe për pare, si janë të lidhur me asnjë ideal, për që ta nuk e më kupton mu, edhe mirë se nuk e më kupton mu, për që ta unë jam lirë me metaj, ajo Faton Peci, e ai mos të zbutet, se ai ka pa thonë ka me mjek të njetën. Nuk ka mu zbutash. Ta është i duhet me mjek, se dikush duhet me përfundu në burg. E kjo nuk është as pyetje, ti, nëse një prokuror i ndershëm ka mbetë qëtu në Kosovë, ka me përfundu në burg që kënë eri. Edhe të tillë si kë. Para me do Kosova ta kish pas një spak. Sa punën e kish pas. Lire me meta i faleminderit shumë që kënda për të pjesë. Ishte knatësi shumë Ti faleminderit. pjesën e dytë. O, bo. S'ki me shku. Jo. Shtu se mandej mendojnë. Më keni shti bërë. Regjia. Ju lutëm thërën e prokurin. Thërën e prokurin në telefon. Thërën e prokurin se këtu dikush do të me u arrestu. Edhe lirimin arrestoni. Për? Më nëse të bëhet deklarata trajme, ky do të mu arrestu vëlla. Jo, mërë jo, arreston lirim me metaj nëse po bën deklarata trajme. Vjen edhe kjo ditë. Jo, për deklarata trajme njerëz duhet mu arrestu. Nëse po bën, ama në rast se e din që të bëhet vërteta, mos të arrestojnë. E pse s'po vinë ata? Qa të Me me gjitë rënd qëtu.